Unë të koptoj ty edhe për di pëse përshka erdhe me full qëto, e për di mirë edhe më thonë. Edhe të koptoj shumë mirë, edhe e ki mbështetjen tam në mendimin tëndë, Selina mëj. Për mu nuk ndryshon asë një Mjafton me që ndjeli mirë. A? Nuk mjafton? Mjafton? A, mjafton? Ose më sakt, në gjë gjë të jeshtë djeli mirë. Për mu, se Selin. Qa po bën, aman? Qa po bën? Njëm të e kru kryt në tapës. Po, kjo të vret? Po, e di që po vret, se për Rinald për bëj. Unë e për di, për që ka kënë orë me fullon e të qëto, e koptoj shumë i, të kalëzoha. Edhe për me kim pështetjen, pa pik problemi. Për që dush edhe si dush. Nuk e qëndrej... Po të them që shiko Gimbo, relax, se... Po të koptoj në krejt, po të e vishë të sanë e tjera e ty ndo, e di. Po më ndoa. Po, e di. E di, të folë me mu, si me shok tonë e folë me mu. Po, sigurisht të dush me që në shoku im. Po. E të dush me folë me mu, që shpët tonë. Po. Jo shpët tonë në atë kuptimi, po... Jo, e kuptoj. Edhe... Te e den që është qka është me mira për ty, me mira jote. Inshallah nuk ke orë me folë me e nëzitme ose diçka se me të hatërë shumë. Gimbo, nëse ka një gjë në këtë jetë që s'do ta bëja kur, unë edhe me ato që më kanë sjellë në këtë jetë, e kam kusht që çfarëdo që bëj unë, tani që jam në moshë madhore dhe kam shumë kohë, ndoshta një ditë do ta tregoj si kam jetuar, çfarë kam bërë. Për sa kohë kam që jam në jetë, edhe veproj, unë i lajmëroj njerëzit e mi për respekt. Nuk i lajmëroj për me marrë mendime, apo me i thënë që është mirë, që është keq. Apo me ndiku. Sigurisht, nëse më thënë që si pëlqen ose kur dion është mendim që nuk i duket idejnë për mua, e marrë në konsiderat, po mu nëse vetja ime dhe mendja ime edhe zemra ime thotë bëje, unë e bëj, kupton? Po, e di. Po, në ashta mund e më ndiku pak. Kur nuk e bëj këtë gjën me njerëzit e mi më të rëndësishëm, me njerëz këtu që mund t'jenë kalimtar, ose mund t'jenë miq të mirë jashtë, Zoti e di, nuk e bëj, kupton? Se unë këtu jam all for myself. Nuk jam këtu për me kriju shoqëri, nuk jam këtu për me kriju një marrëdhënie, po ama se ndodh të kriju shoqëri, ose njohësh dikoj që nëse pas nesër jashtë e konsideron, është okej, është fat. Kupton? Se në një gjë kaq të madhe i gjen shumë gjëra të mira mbrapa. Po ama nuk ka qenë qëllimi im kryesor. Qëllimi kryesor ka qenë marrë me shiu, me sipas për llogaritjeve të mia tani do isha të shtëpia ime, nuk do më shqetësoj shumë. Do dorim më mirë.